Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur. Jemi bashkë edhe këtë të martë qershori për të biseduar me një tjetër personazh në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Sot para vetes kam një profesoresh të gjuhës dhe letërsisë shqipe, e cila për disa dekada edukoi nxënës të gjeneratave të ndryshme, duke u përpjekur të jep gjithçka nga vetja. Me mua në studio është profesoresha Mandushe Kurshumlia. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë si u ngjej. Faleminderit për thirrje edhe nderim që më bë duke më rikujtuar se ekzistoj. Faleminderit. Këtë diskutim do ta fillojmë me një paragraf të një letër malli, sepse kështu e ka quajtur një ish nxënëse juaja, e cila mes tjerash thotë: çdo gjë e mirë ka fund. E dëgjoja shpesh këtë thënie, por asnjëherë nuk arrita t'ja mësoj kuptimin e saj. Vitët ecin, përjetova shumë gjëra të mira, por ato nuk kishin fund. Duke u rritur mësova se kisha humbur shumë, se secilin vit vinte diçka e re. E diçka shkonte, kështu ndodhte edhe gjatë viteve shkollore. Çdo vit i ri më sillte befasi, ndonjëherë ishte kënaqësi, por ndodhte të më mërziste shumë. Për fat të keq, këtë vit nuk u ndjeva shumë më kënaqur në ditën e parë të shkollës. Nga malli për ty, thot, vendosa të shkruaj këtë letër. Këtë letër malli që nuk do ta doja asnjëherë ta shpalosja në përduar, sepse dëshira ime më e madhe ishte të ishe me ne, në mesin ton të mësonim edhe nga ti, sepse ti dije gjithmonë të na mësosh gjëra të reja, të bukura me ty përjetuam qaste që nuk harrohen asnjëherë dhe vlen të kërkohen. Dhe në fund thot, të kërkoj ndjes, ndëse ndonjëherë të kam bërë të ndihesh keq për ndonjë sjellje timen, por dije që asnjëherë nuk bëra diçka me qëllim që të nervozoj ty. Kështu shkruen Kaltrina Bytyqi, një ish nxënëse juaja. Faleminderit shumë, Kaltrina. E fillova me jo rastësisht këtë letër për të nisur bashkëbisedimin tonë në shenjë mirënjohje për gjithë ata nxënës të cilët ti ke edukuar ndër vite. Profesoresh, ju tashmë ka vite që jeni në pension, megjithatë gjithmonë është krenari të kujtosh që ke lënë prapa gjenerata të cilët do t'i takosh sot në institucione të ndryshme, dhe kjo besoj është më e mira për ju. Po, ashtu është, vërtet. Ne sot do të bashkëbisedojmë përmes fotografive. Janë ato të cilat do të na kthejnë në kohë edhe do ta bëjmë një rikapitullim të punës suaj ndër vite, edhe të rinisë suaj, të jetës martesore, jetës profesionale, takimeve me nxënës, dashurisë për profesionin, sepse të studiosh gjuhën edhe letërsinë, ta aplikosh atë si është më smiri në një klasë, kur ndoshta jo të gjithë e duan ose thjesht e praktikojnë standardin e gjuhës, kjo gjithmonë është vështërsi e gjuhëtarëve. Po megjithatë ju jeni përpjekur ndër vite ta stimuloni sa më shumë të nxënësit këtë, apo? E vërtet, kam punu tamam për të arritur diçka. Edhe po të kthejem nga ca gjëra nga biografia ime, a mundem? Patjetër, patjetër. Vi nga familja e Hysni Nurës, që i baba im, që ka qenë një familje e njohur në Gjakov, dhe kam jetu në mahallin e Adumit, pranë xhamisë Adumit, ku njerëzit kanë qenë të zgjedhur. Këto janë sekundarë, por dua të them se më njëherë pas luftës së dytë botërore, pas 45 që tutje, ndër mësuesit e parë të familjes sonë kanë qenë Nevroz Nura, me të shoqen Melihate Deva Nura dhe Bajram Nura, arqët e mi këta, ndër drejtorët e parë të shkollave shqipe. Nuk e di a i trashegova, a i emitova. Më thënë, jo rastës, nuk qenë keni bërë edukatore rastësisht. Ashtu është. Dhe shumë e çuditshme se vërtet kam qenë nxënëse e shkëlqyeshme, që më kanë ndesh të gjithë mësuesit mund ta shohim mandej edhe nëpërmes të fotografive, po duke se kam pas diçka të lindur edhe për të realizuar ëndrat
ose për të bërë diçka që nuk ka qenë për të zakonshme. Natyrisht. Në klasën e 3 fillore kam filluar të luaj rolet dramatike. Dhe më kujtohen si sot vargjet, hajt rogaq, mos umbur me këtë kërbaç. Kështu ishte roli. Dhe më pastaj, kur kam kalu në vitet e më të tjeshme dhe në shkollët mesme, kam qenë ndër recitatorët e para të qytetit. Dhe me besoni, kur e kam recitalin e Malsorit nga Migjeni, dhe në atë kohë, doktor Gani Efendia Indjer, në jepte lëndën e fizikës, por i binte dhe gitarës. Kuptohet. Para një publiku shumë të gjerë, jam prezentu me recitalin e Malsorit, që dur të rëkitjet kanë zgjatur më minutat të tëra. Më pastaj, ju dedikova lëndë tjera, kreva normalen, që ishte 5 vjeçare, dhe u kyqa me njëherë në arsim. Është pak e çuditshme, se në atë kohë normalistët më parë duhet të shkonin në përfshatra ose diku për të ushtru. E unë kam qenë ndër të parat që u punësova në shkollën e Minduraku, ku u premtova se unë dua të vazhdoj studimet dhe do të studioj atë që më thuani ju. U pranova, vazhdova studimin dhe tani do t'ju them disa nga emrat e nxënësve të mi të parë që ndoshta janë kurioze dhe për ju. Ka qenë doktor Agranxajmi, Rushdi Sefa, Bardhyl Bardhi, kanë qenë kush tjetër, Shpresa Bakia, Lulzim. Emra të njohur që... Po du me thanë që kam punu me më shumë shpirë. Ke punu sepse kanë arritur edhe ata. Lulzim Gërqina e shumë të tjerë nuk më harrojnë. Kur të më shohin, më respektojnë, por unë i dua mbi të gjithë se më duket që jam pjesë e tyre. Kjo është e rëndësishme. Profesori, shpajtojmë ta fillojmë me fotografi dhe të shkojmë radhazi njërën pas tjetrës që ta elaborojmë. Ja do të kemi për pak fotografinë e parë në ekran dhe duket një foto realizuar shumë dekada më herët. Kush është këtu në këtë foto dhe pse vlerësoni se është e rëndësishme kjo për ju? E vlerësoj për arsye se baba im ka vdek herët. Po. Dhe përveç nanës sime që më ka eduku, ka qenë krishtlike vërtet, në edukimin tim ka marrë pjesë dajaj im, Nazmi Koshi, dhe axhaj im Alush Nura. Këta që po i shef, kjo me fjongo që jam pak më e gjatë jam unë, në mes është Nebi Koshi, djeli dajës moshatar, dhe në anën tjetër, Sypije Ymeraga, e ndjerë tani, e martuar dhe me karrierë të veçantë. Më thëmë, ke dashtë të tregosh atë lidhjen familjare që e keni pas të ngushtë. Ashtu, se unë kam marrë mësim nga dikush, ka pas kush më udhëheq, andaj e dua këtë. Çfarë mban mend nga fëmijëria juaj? Si ishte ajo fëmijëri dikur? Fëmijëria ime nuk ka qenë ashtu mbushur me lule. Për arsye se pas 5 vajzave, domethënë unë edhe 4 motra të tjera, mas meje, na ka lindur një vlla. Gjafere kanë quajtur. Por nga diftëria që atëherë s'ka pas mjekim, ka qenë fëmijë shumë i bukur, kur u bë 1 vjeç na vdiq. Dhe lotët për të ende dhe sot na shkojnë. Nga mërzia, baba na ka vdek herët, në moshën 50 vjeçare. Sa i ri. Dhe nana na është bërë edhe babë, edhe nanë, edhe gjithçka. Nana nga Afrika që mos të devijojmë ne në edukime, na ka mësu, na ka këshillu. Besa edhe na ka mësu të punonim, jemi marrë me pundorë, jemi marrë me biseda, jemi marrë me gjëra që është një lloj edukimi i veçantë. Ka qenë e vështira so kohë në familjet që s'kan pas djalë në shtëpi, pak në asë? Jo, se u bëm të gjitha të zonjat e vetit, sa isha unë e vogël,
më rritën motrat edhe nana më edukuan. Që ta mbaj familjen. Po, kur unë u rrita dhe ato bën nana me fëmi, mu më kanë konsideru si vëlla. Ju këqyrja fëmijët e tyre, i edukoja, i mësoja, kështu që kemi pas një unanimitet familjar, shumë të mirë dhe ja kemi dalë. Faleminderit shumë, kalojmë te fotografia tjetër. Këtu vitet shkollore, Po, edhe kjo fotografi për mu është interesante dhe e kom sjell me një qëllim të caktuar. Këtu jam në klasën e 4 fillore me mësuesin Sami Glloxhani. Dhe unë jam këtu me këto durë të krusura, poshtë, me rroba pak ma të mbyllta. Të zeza, po. Dhe kom këtu dhe shumë të njohur që tani janë rritë e janë ndryshuar të gjitha, por kurioziteti im për këtë foto, përveç kujtimeve, e kom sjell edhe për një gjë. Cila është? Kur unë u diplomova, studiova, fitova titullin e profesorit, njëherë në shkolla fillore, me pastaj kur kam kalu në shkollat e mesme, aty ka qenë suksesim superlativ. Dhe fati më erdhi mësuesi im i fillores, Sami Glloxhani, që punonim bashk. Kolegu bam tani me te, pas sa vitesh. Dhe atëherë ka qenë kohë tjetër. Ai ju duke tepër, se ne s'dim sa di ai. Po, ne ju në nështroshim dhe i thonim shumë mire ke. Dhe më thënë shenjë respekti e bëni atë ju. Ashtu, shenjë respekti edhe një ndodhjete që javlen të djetë. Nxënësi të bëhet koleg. Po, ashtu. Shumë e bukur. Ecim te fotografia tjetër? Këtu, unë jam me bashortin tim. Po. Bashorti im për fillet e lidhjes suaj. Të flas pak? Pa tjetër, po. Po. Ky quhej marrë me Kushumlia. Po. Edhe ky nga një familje dalluar. Nuk kemi qenë largë edhe me shpije, por nuk kemi njohur përpara. Dhe të them të vërtetën, ky më gjeti mu jon kat. Si ishte ajo? Më ndali, biseduam, ecëm një kohë, unë i oftuam dhe vendosëm të lidhim jetën tonë. Dhe jetat jonë, vërtet ka qenë shumë interesante. Aqë shumë kemi qenë të përshtatur, sa dhe fjallit i kemi folë një lloj. Sa bukur. Kemi pas përpjetje të shumë si çdo kush. Duke ndërtu familje, duke ndërtu shtëpi, duke kryer fakultetin e shumë gjërat e tjera, por gjithmonë kemi qenë nërveti të përshtatshëm, edhe familja e marrimit, po mendoj në prindërit, vëllezërit e tij, motra, me kanë prit fort mirë, me kanë respektu dhe me kanë dashur shumë. Çka mësove nga jeta të jetuarit me të? Kam mësuar shumë. Të mos të dorëzohem në momente kritike. Kam mësuar të punoj, të ruaj paran, se atëherë ka qenë kohë tjetër. Natyrisht, po. Po ka qenë edhe një kohë tjetër, ku ne i thonim në vitet e 70-ta, vitet e Titos. Po. Kur dinim të shfrytëzonin kredina, dinim të shfrytëzonin udhëtimet, marremi ka pas qef veç me udhëtu. Do me thanë, edhe jemi lodh, edhe kemi punu, po edhe jemi arktu. Në vitet e 80-ta, do me thanë para 90-shit, ne pushimet e kemi bërë në Erdek, në Kemer, në Greqina, Aspërvall, në Ulqin. Ky ka qenë edhe automekanik dhe i ka njohë pjesë të kerrit, ne në kerr dhe shëturonim, po eshim gjithka. Dhe me ju thonë edhe një gjë është shumë e çuditshme. Kur nuk kemi përla. Një jetesë ka gjatë dhe... Vërtet. Pse kush ka lshuar më shumë? Në këtë drejtim, kush ka qenë më tolerant? Marrimi ka qenë një urt, po dhe unë nuk ja kom kthy kush. Po. U përshtatem, edhe fëmijët i kemi rrit bashkë, sa atëherë qerdhe s'ka pas. Aq më tepër, kur shtëpinë e marrum në bllokun e ri, atëherë ka qenë, kur kam shku për herë të parë, mu ka duk fundi botës.
Pak shtëpi. Po tani, unë jam në rrugën kryesore, rrugën e spitalit, që i kam të gjitha afër vetes. Dhe kënë situata kritike ka ditë të gjindej shumë. Por, më shkoj pak herët. E vërtet. Më mungon këshillat e tij, shoqëria e tij, të dalurat e tij, dhe të gjitha, por unë jam pak tolerante i përshtatëm fatit. Dhe me qenë se fëmijët mi janë rritur, do t'ju tregojmë edhe më atje për karrierat e tyre, nuk ja prishi asnjërit. Por gjithmonë thamë, në këtë moshë më mbetet ta kthyer veç vetveten. Shumë e bukur kjo, një këshill shumë e mirë. Kështu është. Kalojmë te fotografia tjetër, të shohim në cilën periudhë do të na shpije, ja në një periudhë. Edhe këtu pak herët, ashtu të renditura sipas moshës. Kemi lëviz nga pak, po. Këtu desha të tregoj për këto traditat e dikurshme në Gjakov. I kam respektu të gjitha. Kur më thoshte nana se duhet, për mu ka qenë mbaruar. Kur më thoshte vjera se bukur të rri, nuk e ndroja kur. Dhe kjo veshje tradicionale nuk ka qenë e lehtë, po ka qenë e bukur. Unë e kisha quajtur edhe veshje gjakovare. Për arsye se e shihni këtë, ne i thonim Mintan Kadife, të cilin e ruaj për kujtim edhe sot. Mandej ka qenë zakon krejt arin që kemi pas ta veni, që këtu shihet një orë, është e artë me një qystek shumë gjatë, kujtim qysh nga baba në kohën e vetë, që ruj me kënaqësi shumë të madhe. Kam qenë bukur e dopt nga shëndeti. Po, a ka qenë i zorshëm ky Mintani me vallëzu, sepse kur i keni vesh këtu është dashur edhe me... Po, jo, dhe kom vallëzu dhe kom vallëzu bukur. Po, këtë Mintan, se atëherë blihenin edhe të përdorur, nana ime, posaçërisht për mu, e ka porosit me mastimin, edhe unë për qefin e nanës dhe kënaqësinë e traditës popullore, në përdarëson të më thë, gjithmonë. E ke vesh, edhe këtë zambakun, apo si thuet? Po, kjo ka qenë një kuror. A ka qenë pak aso kohë nëse nuk gaboj, sa kam dëgjuar edhe prej të ftuarve tjerë, një farloj privilegji me vesh në dasmë? E me pyte një pyetje bukur të vështirë, por dhe qesharak. Kur shkonim një darsme, kur mblidhenin vetëm gratë, ne atër i quajnim dhejsahat. Dhe kush kishte Mintan dhe veshje të bukur, renditenin karrikat në ma lartë. Dhe thë një farloj hierarkie. Po, atë po them që ka qenë edhe privilegj, po ta kesh këtë, dhe ato kërcimet tradicionale, që kanë qenë të veçanta, i përshtatenin veshjes, se tashti kur e shihni një nusër të veshur kështu, dinin që di edhe me vallëzu, e Mintanin e harroj që kene trup nga kënaqësia e lëvizjeve të bukura popullore. Unë e kom pas motrën e dytë që ka vallëzu fort bukur, ajo edhe në shpirt thekë hajde të mësoj me kësy. Veridja që veje. Sa bukur. Pas kësaj tradite, kalojmë te fotografia tjetër. Faleminderit profesoreshe, po na rikthen në kujtesë këto periudha të rëndësishme për traditat edhe zakonet. Janë fëmijët këtu? Këta janë dy fëmijët e mi. Po. Aja ndej është më i madhi, Dritoni, me O, jo me A. Dritoni ka qenë një fëmijë jashtëzakonshëm. E ka ndesh të gjithë, nështë apse më ndonin mu si ma të vogrin, e ka ndesh edhe këtë. Sot është në moshën 55 vjeqare. Ka qenë nxënës i shkëlqyshëm, ka qenë kryetari i nisën aktivist. Ka qenë aktiv gjithka, por ndoshta kur flasim për vitet e luftës, mund t'ju them ma shumë, në vitin e 3 të Fakultetit Elektroteknikës, është du t'i ndërpres studimet se ishin të përndjekur, edhe pse ky rrinte ke agja i vetë në Prishtinë, si student po flas, dhe
ai quhej Avnik Kushunglia, ka qenë themelus i Kosovës B, njeri me vlerë shumë të madhe, por shkoj pak para kohë. E kjo këndej është vajza, është Blerina, gjithmonë ka qenë kështu me flokë shumë, edhe i kanë gja burit ma shumë. Besoni ka qenë me ftyrë rumbullake, me flokë, kur 8 muaj që më qutë të frizerit ja pres flokë. Ashtë ka qenë fëmijë i butë, e sjellshme. Edhe ndoshta vjen edhe fotografia tjetër, mund të flas edhe për jetën. Gjithsesi, kalojmë te fotografia tjetër, ja kemi tash të fotografi. Tani këtu e kemi edhe fëmijën e tretë. Po. Ky është laureati, që Gjakopart e njohin të gjithë. Patjetër. Është mësimdhënës në shkollën Yllmorina dhe informatikën ka studiu dhe ligjeron atë. Duket se më kanë ngjarë bukur shumë, më ka trashëgu në mësimdhënie. Profesioni, natyrisht. Po, e si ma i vogli, e shifni e kanë futur në mes. E donim, e runim, edhe pse nga njëherë lazdroj. Po, i vogli gjithmonë. I vogli. Kjo në një dhomë shtëpisja. Natyrisht. Ecim tutje fotografia tjetër, prap me laureatin. Tani është i rritur, në shkollën e mesme. Fundi vitit kër u fotografuam me klasa, ky paprit me erdhi dhe mu ma bëri shumë qefin se më duket një fotografi interesante. Nuk e dija gaboj, por me pëlqen shumë. Po. Edhe gjithmonë prindrit me fëmijën e vogël, disi e kanë një lidhje më ndryshe. E vërtet. Edhe vetë pozimi im ka qenë mirë, se fotografia ka njëherë qëtë ma mirë se je nga njëherë. Natyrisht, po. Jo, shumë e bukër. E këtu me ka pëlqy. Po. Tutje, përshëndesim Latin, sepse kemi kolegë. Këtu është Dritani, apo? Prap, Dritani, këtu i rritur, matura. Ka vite që e një Dritanin, po se kam ditur që është djali juaj. E ka vite që e një. Emrin Dritan e ka, se në atë vit luhej nga televizori shqiptar i Shqipërisë, komisari Dritës. Edhe artisti kryesor ka mbajt emrin Dritan. E kom studiu të thuhet me A apo me O. Dhe me doli që ma e rëndësishme, para se t'ja dhe emrin kështu, është të thuhet Dritan. Do më thanë, unë kom mendu që ky fëmijë gjithmonë mu do t'mjep dritë. A Dritan është vetë një dritëdhënie në vetë. Kjo është etimologjia e fjalës, ndoshta ta them. Ka qenë edhe ajo nostalgjia për me vendos emra të artistëve shqiptar, të skenave shqiptare. Ashtu. Aso kohë. Edhe këtu në vitet e 70-ta, me siguri, ky tash 54 vjet. Po. Jo, ky si maturant është këtu, ka qenë kryetari i rinisë në gjimnaz. Edhe shokët që dhe tash i ka shumë shok, janë edhe kështu të njohur. Ilir Soben e ka pas si vlla. Ajo vra edhe fëqi e kemi nga shtëpia. Besim Dylen, Besim Dinën, me atë shok i shpirtit. Lek Bakin, mandej... Që nga gjenerata 72-73, kjo gjenerata. Valon Malokun, biletek patën fillu me kriju, së bashku, po mandej lindën gjëra tjera dhe kështë. Natyrisht. Faleminderit, pas fotografisë të Dritanit, kalojmë te fotografia me vajzën. Nanat me vajzën janë... E quj shpesh vajza ime artë. Pse e quani kështu? Si fëmi, vërtet ka qenë me të gjitha të mirat. A besoni që kur kam shku në shtëpinë e re, kam shku në mësim, edhe 1 orë 2 jam detyru ta mbyllin qis në moshën 3 vjeçare. Dhe ka ndej? Ka ndej, mandej edhe 4 kështu, rrinte mbi një karrik, po për zbabin derisa të vjen të hanë bukën. Shumë fëmi i urt, e sjellshme, shumë e mençur,
Nanën time ka desh shumë se edhe Kanaj, edhe Dritoni, edhe Blerina me vitet të tëra Kanaj me nanën time në shtëpi. Megjithëse që ata pak e linim, se motra shumë, kur u plak është fjala, e kjo ka qenë ndër ata që Kanaj njëherë Dritoni, njëherë Blerina dhe njëherë vajza e motrës. Që mos ta lënë vetën. Ashtu, jeni kujdes. E sot, Blerina me bën edhe makrenare, se është menaxhere e valës së Kosovës për Gjakov. Shumë bukur. Po tregohet shumë e suksesshme, ka lidhshmëri me drejtorit e Prishtinës, se detyrat po I realizon shumë. Krenari për prindrit, ha? Po, krenari shumë e madhe. Pra atë të thash e quj vajze artë, çdo mëngjes ose disa herë në ditë me pyeta e mirë dhe I them, "Moj nana, unë jam shumë mirë. Nuk po të shoh, po ta dëgjoj Është kjo zërin." lidhja e vajzave, është. Po, është lidhja. Problem me e kuptu si funksionon lidhja vajzës me nënën. Duhet me nusët e djembe, duhet. Po. Është e martuar, gati e harrova kryesorin me Kastriot Vulën, edhe ai inxhinieri mashinarisë, një djalë shembullor nga një familje gjithashtu e nderuar shumë, jam e kënaqur me lidhjen e fatit të tyre, se vërtet ja kanë qellu njëri për tjetër. Shumë bukur, gëzohem. Kur Faleminderit. she kaq shumë sukseset e fëmijët. Kalojmë te fotografia tjetër? Motrat, apo? Po, kjo ndoshta ka qëndruar edhe ndër të parat, kjo është familja ime. Ajo në mes është nëna, Po, që unë po them për mu ka qenë këshnike. se ka rritur vetëm, Ashtu. vajza. Afër saj, në krahin e djathtë është motra madhe Sheribania, Po, që na ka vdekur, po kalon fëmijë të shkolluar, djalë, po zgjas ndoshta me I përmend emrat, veç për çdo po. rrethon. Në afër Sheribanës është Sakibja, vajza e tretë. Edhe kjo 5.000 të gjithë shkolluar në pozicione jo të mjekut, jo të inxhinierit, jo kështu. Në këtë anën tjetër motra dytë, Feride Shlaku, e martuar për Mazdom Shlakun, edhe kjo motër shumë, nuk di që ka motër më të mirë se motrat e mia. Edhe duhem, tani është në mosh, po tham Sheribania në ka vdek, të dyja ti kam gjallë, po janë të kthjeta nga mendja, din të përdorin telefonin, din të flasin, besa dhe të punon nga pakërtizan. Si është me u rrit në një familje me shumë motra? Shumë knaqësi. Cila është ajo veçantia që mund ta merr njeriu për jetës? A dini pse te unë, sidomos, ka qenë e veçantë dhe shumë e mirë, për arsye se kur isha vogël, më rritën, me edukun, me veshen. Kur këto fillun të plakën, u rrita unë, dhe ju kam ndihmu dhe kur moj, edhe sot ju ndihmoj, më kanë pas vetë më thonë, ti je vëllai I dytë për ne. O, sa e bukur kjo. Po. Poshtë unë jam, Po. po më dallonin ndoshta me Patjetër, këtë fustanin, afër meje është motra Dyrije. Dyrije Polloshka, edhe kjo ndër mësuesit Mësuesja ndjer. para, e vdekur në moshën 50 vjeçare. Ka qenë mësuesja motrës sime dhe më kujtohet si sot. Qa ashtu, e martume me Masar Polloshkën, edhe ai mësues, edhe me shtëpi kemi qenë afër, edhe s'di si të them, ndoshta edukata, a ndoshta pse jemi motra e s'kemi vëlla, shumë kemi qenë të afërta në mes veti. Keni funksionu tamam si një trup I Vërtet, po. vetëm. Po Duria na ka vdek herët, Po. edhe e ka desh jetën shumë, ka së shku më mjeku, gjërë në Ljublan, po ka qenë kohë pa kohë, apo ndoshta edhe fati I saj I tillë, djalin ende të parritur, po tash fëmijët I ka për lakmi. E vërtet. Vajzat martume, djali I martum, I ka lanë me shtëpi, me të gjitha të mirat, për të vetëm kujtimet mira. Faleminderit shumë për këtë nostalgji. Kalojmë te fotografia tjetër, të shohim ku do t'jemi. Ja, kemi dalë diku tjetër. E tani fillojnë Po. fotografitë e karrierës. Sepse Po e quj kështu? edhe kjo është një
kapitulli i rëndësishëm i jetës. Po, Familja po e po prap edhe puna. Nuk është ndër fotografi ndoshta më të reja, por kolegët, kjo femër me rroba të kuqe është dhe ka qenë shoqja ime më ngushtë. Edhe pse më re, quhet Feriade Saçia. Gjithçka njëkohësisht edhe kolegi, si ish me kolege motër, kemi folë nër veti, kemi mësuar njëra tjetrën, krejt. Në mes nesh është kolegu Neshet Kpuska. Ai ka punu gjatë në shkollën tonë dhe ka qenë patriot i vërtet. Kur kemi bërë ekskursioni me nxënësa, Nesheti neve ka thonë, veç arktohi krejt organizimin, qëndrimin, rrugtimin e ka organizu. Dhe sot, kur takohemi, kem nostalgji për ato ditë që na kanë kalu. E ai tjetri është Albert Zajni, kur ka qenë si drejtor, nuk u di ku imi taku, veç edhe Alberti ka qenë zanësimi. Edhe Alberti, po. Qa është shoqëria për ty, profesoresh? Se i ke veçu, domethënë, përmes kësaj fotografie. Po, të them se familja është gjithçka, Po. e më pastaj edhe shoqëria është gjithçka. Të lidh jeta, të lidhin sjelljet, të lidhin kujtimet. Shoqëria të mëson dhe unë çka ka pas të mirë i kam marrë, e ato që s'm kanë pëlqy, jo. Kjo ka Ke qenë selektuse, a? Po, i kam selektu ashtu si kom desh vetë, Po. dhe Po. kaq. Shohim një fotografi tjetër? E këtu unë dola prap me motrat. Po. Në një darsem, e kam Sakiben, motrën e tretë, Sheribanin, motrën e madhe që më ka vdek, edhe Feriden, motra e dytë me radhë. Me cilën ke qenë më shumë e lidhur? Nuk di si të them. Sepse unë vetë kam 3 motra, po ndoshta me njërën flas pak më shumë. Kam qenë me Dorinë, se ma edhe qysh si të vogla, nëse daja na falte të holla diçka, unë shkërisha me edhe ndëriz, e nana më thoshte këto ke nona vogël. Sa bukur. Po e më shkoj heret, për ndryshin e kemi pas harmoni. Me ta thënë një fjalë që kur me motra nuk kemi ba fjalë, a nuk kemi... Ka qenë ndonjëra më autoritative ose më Tash që si- ka mbaj gjallë lidhjen me secilën? Valla, s'di si të them, të gjitha funksionin tonë kemi pas. Secili keni pas detyra të Unë ndarë. kanë maj si ma të vogël e si vlla, Po. unë i kom deru si ma të mëdha e me keni eduku, edhe Shumë mirë. Keni gjetë një mes që ka Qashtë. funksionu mirë. tu si Tutje? duket me një darsëm. Po, shumë bukur. Edhe kjo fotografi është interesante. Pse është? Si ishte, ashtu mora. Po ata dhe shumë fotografi tjera, po kjo me erdhi nga Pse është e dora, rëndësishme? se këtu motra Sakibja ka qëlluar rastësisht. A kryesorja në këtë fotografi është se unë përveç dy tjemve, vajzës, dhëndrit, kam dy nuse. Ja, Ajo me bluzë të kuqe është Vlora, Po. Vlora Shlaku. Kurse kjo në ekranin tim të majtë është Brikena, e cila jeton me mu, po. për arsye se ne me kohë kemi rregullu dhe fëmijët vetë, kemi dashur milion bashk, edhe Brikena tash më gjendet, po flas për këto ditë, se Po. për mu janë të dyat njësoj. Komunikojmë, respektojnë, i du, edhe me pa që i kanë keq, nuk i thëmë njëherë, kur ta gjej rastin. Aha. Gjithë shka nga dalë, kur nuk kam qef në duel të hyja, po edhe është e fjala popullore vjerë, vjera mundet me të bo nanë. E ke zgjedhti atë tipin e vjerës model, apo vjerës autoritare që ja thua një diskutim, veçmas e diskutoni dhe pastaj largohet çdo keq kuptim? Jo, ma shumë si vjerë bashkohore, tipet tonat. Nuk duhet ti të mbaj pse, edhe unë kur kam qenë re, kam derë gjërat. Po. Shka të bojnë, unë e thamë shumë mirë e ke. Sa bukur. Dhe ju parapelqej mendimet, nëse vjen nevoja diku më mësu, e gjej momentin kur këto
Nuk i dhrohen, por me kuptojnë si duhet. Dhe më thënë, diskutohet. Qashtu. Unë shpesh them, keq kuptimet vinë si rezultati mos diskutimit. Shumë bukur. Sepse kur diskutohen gjanat, qitën në tavolinë shpesh e them, atëherë s'ka vend për keq kuptim. Shumë e bukur. Është edhe një gjanë që fati jonë kur burri me unë së bashku kemi marru shtëpinë, është e madhe shumë. Po. Ka vend për të gjithë. Po megjithatë, të dy djemtë bashkë me qenë nuk e kemi preferu. Na kemi bledhë një banesë, por nuk i kemi thënë dil. Po. Kur ka desht a bën, i kemi thonë po. Por ndryshe, dritani jeton në banesë, a Laurati jeton në shtëpi. Është shumë interesante se nga fëmijët e mi, kam trashëgu 6 nipa e një mes. Si pas moshës, të gjithë në pikpamje arsimore ju kom ndimu shumë, i kom eduku dhe të gjithë shkrujnë pa gabime ortografike, i lidhin mendimet bukur, atë shka kom pas vetë, ju kom trashëgu këtëra. Shumë e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Për i 2 nuseve dola të 2 nxënëse. Sa bukur. I kam përcjellur 4 vite në një nej këtu po duket. Pos rasti. Kjo në të zeza është Liridona Beqa, nxënëse shkëlqyshme. Farmacin që tash punon në Prishtinë është shumë e suksesshme. Nuk e di sa farmaci ka në ndërgjegjime sa. Është diçka shumë e mirë. Edhe flasim shpesh nëpërmes të Facebook. Kemi mbajt lidhjen. Kemi mbajt lidhjen. Kurse kjo është Vjosa, e martuar te Damoni, mbiemri është i tillë, ka qenë një vajzë që tash nuk po e shoh, shumë e mirë në ana saj quaj Servete, dhe është e çuditshme, Vjosa ka qenë shumë pedante në të shkruar. Dhe kur vinte përfundimi i vitit në nxjerrjen e statistikave, mbajtjen e ditarëve, shënimin e orëve, obligimet tona që kemi pas, këte e kam pas realizatorën e parë. Më ka ndihmu shumë, kam pas edhe nxënëse të tjera që nuk ju kom lanë në dorë me boshka donë, po nga njëherë shkonin edhe ma mirë se unë, edhe unë i pëlqeja. Për atë i kom pru. Shumë e bukur kjo, lidhja me nxënësit ka shumë rëndësi, sepse kur kalon disa vite, kalojmë te fotografia tjetër? Qashtu. Kolegët. Me kolektiv. Po. A din sa malë kom për ta? Hajtë në trego. Edhe ja, tani kur po shoh sallën e arsimtarve, I ka tash disa ndryshime. Po kjo fotografi e kohës sime, po shoh edhe vendin ku jam ulur. Mund t'i thënë po deshet edhe me emra kush janë, po a do në asdo nuk e di, por këtu kam Fërjadin si shoqe shumë të mirë, e kam Violeta Bingjin që nuk e quj vetëm shoqe, po dhe mike. Kjo, kemi pas edhe lidhje familjare, por me ka ndihmu kur unë fillova të plakëm, edhe i shkon të e vozit të vetë, veturën, nuk ka shku në shkollë pa marrë mu edhe më ka sjellë. Në çdo ditë e ka bërë këtë rutinë. Çdo ditë, edhe kur s'ka qenë Violeta, unë Alastriti e më ka marrë, edhe flasim shpesh, madhe ngjehem, duhem, jashtëmase. Është edhe këto shoqe tjera, Saime Haxhi Kadria, Gjoshi, që pak ma re se une, po kemi pas bisedat që shëndosha, që shënim zbashku, kujtonim zbashku, gjithë shka ka qenë nivel me ta, po shihim pak rrallë se mosha pi band vetën. Afër saj është Atifete Beqa, që ka qenë si sekretarën atë kohë, mandej arkatarën e të rogat, mandej na ka shërby qa krujmi mbledhen në bërin e kafeve, në qeshje, në ndeja, në të gjitha. Kjo është Mimoza Ukmata, edhe kjo një shoqe shumë e mirë e re, po është shumë e afërt, ndoshta punon. Edhe sot, është ashtu punon edhe sot, aktualisht është shumë komunikuese.
Kjo është Valbona Gjoshi, nuk po një shoh fort mirë këto tjera, ndoshta sytë me. Fatlia Leshi harrova me Po, këtu përmend. biologji. E kjo afër Fatlijes? Afër Fatrisë është Fitoria. Fitoria Male. gjuhë shqipe, po. Ku E sa përshëndesim nga Amerika, sepse edhe unë e përshëndet. ajo është e jashtëzakonshme, largu, nuk e njoha. Me qenë se dhe Fitoria ishte gjutare, konsultonim së bashku, kemi punu së bashku, me ka respektu, kom edhe shumë fotografi. Profesoresh, sa është rëndësishme kolegialiteti në një vend pune? Shumë Dhe mirë. si duhet funksionoj ai, sepse njeriu e kalon një pjesë kogja të rëndësishme të jetës me kolegë. Po, puna është familja dytë për mu. Po. Duhet të ketë harmoni, duhet të ketë mirë kuptim. Çdo njeri mund të gaboj, por gabimi edhe falet, edhe kuptohet. Kështu që një takim kur Violeta u pensionu, Violeta Pingjia dhe na mblodhi të gjitha, Po. ishte edhe Fitoria, u çmallëm, kjo më don shumë Fitoria, kam shumë poza me të, edhe e pyeta Fitore, çka po bën apo shkruan? Tha po. Thash të lumt, ma pas ke kalu. Kom mendu se kom me shku shumë, u bëra dembele. Ja se Ata dhe besoj. daskina do angazhime tjera. Shumë bukur. Më fal një shoqe nëse nuk kom folë për të gjitha dhe Fatlia ka qenë fantazi e mirë të gjitha. Dolem këtu tash grupi nxënësive, hajde më trego Po, për tani kemi... nxënësit. Cilin tip të Këtu- nxënësit e ke dashur më shumë? Sepse në jetë ballafaqohesh me karaktere të ndryshme Po, nxënësish. ashtu është e vërtet është. Dhe jo të gjithë janë, ndoshta mund të them, të Tash- kapshëm për të menaxhuar. Sigurisht. Unë nëse në mbetet koha, kom diçka dhe të dhëna për nxënësin si duhet të jetë, që kom shkru, po ndoshta i bëjmë pastaj. Do të shohim me kohë. Në mjekësi, që për mu kanë qenë 20 e sa vitit të fundit që kom punu, se kom shëtit në gjimnazë, gjitha shkolla teknike ande, po kujtimet më të mira i kom nga kjo shkollë. Këtu i kanë pas nxënësat kanë qenë shumë të zgjedhur. Vishin nga prindrit dhe ndoshta sot vinë që ishin mjek, sepse ata donin të trashëgonin se kishin ordinancat private, profesionin. Edhe sidomos mjekësia përgjithshme, mandej edhe kjo profile tjera kanë qenë të zgjedhura, për shembull edhe te profilet me vajza, pediatria, kretë këto shumë mirë kanë qenë. Kom punu gjatë, më parë me Lulzim Vokshin, sigurisht do dalin edhe fotografi tjera, por kjo është drejtori Kamberi. Ma i ri si unë, se unë, po si gjuhtar e kjo ka vazhdu. Tash është profesor universitar. Qa ashtu, edhe po kemi bashkëpunun me zveti. Kur s'kom ditë e kom pytë, kur ka ditë ma ka thanë, kur ka qenë çështja drejt shkrimit, ndryshimeve fonetike. Vlerësoni se ka qenë një drejtor i hapur. Shumë, edhe gati që pa ta mbet ndërma të vjetrat këtu, me ka respektu gjerë në qiell. Edhe unë i kam qenë mirënjohës, se ka qenë një njeri i mençur, nga një familje shumë i mirë, kur bënim sidomos ekskursione dhe pas luftës, kur kemi shku të kolegët që na kanë vdekur, në radhën e parë kemi qenë, se atër Lulina pa vdek, folte Kamberi, fjallën në mërja unë. Edhe këto janë nxënëse të dalluar. Të kujtohen kush janë? Jo, me emra, natyrisht, vishin nxënëse, po i harroj. Kalojmë tutje fotografia tjetër? Që prap me edhe kolegët. këtu, po prap me shoqet e mia, Kamberi, Fërjalli, unë, Nesheti, Valbona, Mimoza, po Valbona, Vera, Mimoza, Valdetja. Po Edhe kjo tjetra këtu. ku për Tash momentin më kujtohet, biologji tash si duket është Po, në Zekria po, Req, po. nëse nuk gaboj. Sido që tjetë shifet se keni pas një, ndoshta, unanimitet. një kolektiv që edhe keni shëtitur, edhe jeni knaqur, edhe keni kontribuar. Kemi qenë si një familje. Po.
Në kurs kemi pa fjalë mes veti. Kjo ka qenë e mira. Kush mendoni që ka qenë më meritori në këtë pikë? Sepse shkolla me numër të madh të nxënësve ka edhe numër të madh të kolegëve. Sigurisht. Po ndër të parat është drejtori. Po. Nëse ka ndonjë fotografi dhe të Lulzim Bokshit. Lulit. Shohim, kalojmë tutje, fotografia tjetër. Edhe të Kamberit, këta kanë qenë udhëheqësit tanë që na kanë rujt, na kanë desht, na kanë mësu. Edhe pse kanë qenë matri. Këtë fotografi unë e pruar me një qëllim të caktuar. Në mes është Zana Kurtishi Rudi, tash në shkollën Mustafa Mbakia, drejtoresh, nxënëse imja për 5 vite. 4. E ky është Armend Lamagjema, farmacist, moshatar me djalin tim, Dritonin, nxënës i shkëlqyshëm, që ky ka vazhdu farmacin dhe mandej mi bo kolegë. Ka punu dhe më thënë në shkollë, po. Po, ka punu gjatë në shkollë dhe unë në vitin 2005 jam smu papritur dhe kom përjetu, po e zura smundjen me kohë dhe tani jam mirë. Kom pas nevojë nga sigurimi se kanë qenë ato barnat shumë shtrajta dhe nduhet dikush të mi kthente në tolla. E Armenti me ka kryer leçi me pranonte, po kur shkoja, profesorishëm ka thirrë edhe pse mi bo koleg, edhe ishte kjerin dhe me binte edhe deri në shtëpi. Momentin kur kam di që Armend ka vdek, kom qajt dhe jam prek ton ditën se mbi të gjitha mu ka dhënë që ishte i ri. Familje të vetën ka pas, por fëmijë e kështu, jo, e para të më ka dhënë. Faleminderit për këtë kujtim, sa është kënaqësi kur mësimdhënësi kujton edhe momente me nxënës, sepse kjo ka rëndësi krahas orës mësimore, të kemi edhe kujtime të bukura gjatë jetës pastaj. Kalojmë tutje te fotografia tjetër. Këtu janë nejat tona që edhe na kemi ditë argëtohemi. Keni ditë argëtohemi, natyrisht. Këtu jemi në ujvarën e Mirushës. Po. Na organizoj Luli. Kjo është Lulzim Bokshi, drejtori jonë, para Kamberit, idoli jonë. Ka ndrujet edhe ky. Ka ndrujet edhe Luli. Po, edhe për shpejt. Po, adim pse thëm idoli. Ky na ka mbrojt se në kohën e luftës ka qenë drejtor. Na ka mbrojtën çdo pikpamje, ka vu veten në pozitat e vështira, na ka ofru, na ka respektu. Unë e kom edhe pak pas lidhshmërinë me Lulin se para se marrë Luli si drejtor, ka qenë Shaban Bokshi i atit të na punë këtë shkollë. Dhe kur kom punu në shkollën e Mindoraku, basa Shaban që i thonim ne, ka qenë zëvendës drejtori. Dhe unë si fillestare, më erdhi asistent në orë, si mbaj orë në mësimit. Dhe unë shfryzova tërë forcën time, tërat kreativitetin tim duke punu me nxënës. Herë vizatoja, herë folja, herë e përsëritja, herë nuk di çdo metodë. Kur shkova në sallë të arsimtarëve, më dha një forcë shumë të madhe. Dhe po ju them tekstualisht fjalët që mi tha, ju drejtu, ishte pushimi gjatë. Kolegë, nëse doni të dini të mbani orën si duhet, të respektoni etapat e orës, asistoni në orën e mandushit se ke është superlativ. A, sa e bukur. Mu me erdhi momenti se vërtet kom qenë metodicente e bukur, kom ditë me organizu. Se kom këqyr atë ndoshta veshin tima, bukurin tima, për mu gjithka ka qenë nxënësi, kur kam hynor. E këto shoqet tjera, pra patifeti, dhe më thënë ju vlerësoni se Luli ka qenë drejtor i cili ka punu shumë me ju. Shumë, edhe vdiq shpejt, edhe nuk di si të thënë. Nëse na premton koha të vim në vitit e luftë, kom ju të regu dhe të disa gjëra shumë. Kalojmë tutje? Shofim fotografin tjetër? Që prap me Lulin. Pa. Edhe
Këtu janë diku vitet e 90-ta. Ka dhe shokë që janë shokë që janë pensionu, po afër meje, që kom qenë me rroba të zeza, se më ka vdek nona, ja këtu, është Gjergj Sokoli. Profesor, që e kanë aktivist, vlla i 7 motrave, që ka qenë aktivist në luftë, dhe në masakrën e Mejes e ka pësu dhe ky, edhe pse ka qenë i burgosur dhe ma heret, me një vdekje makabër. Ashtu si kom di unë, ka qenë diçka shumë e keqe, shumë e vështirë, edhe bile kur pa të fillu me punu, unë i thash Gjergj, mjaft, se ti ke 7 motra, ke prindër përgjigje ati që tha, kur nuk punojmë ne, kush ka, është koha të ngrihemi të gjithë. Ua, që? Shumë ka qenë, edhe bile njëherë na pa të boni ndej, se patran e burg, doli nga burgu, na shku me pa, ma ndej na thiri në drek, që s'mbat në mend që farë, ardhë vetë në për shtëpia na ka marrë, jo pas të gjithëve, kemi qenë ja 10-15 vetë, edhe nuk e harroj atë nej, atë muhabet ti, se qëfar ka qenë. E vuan të shumë ajo nëna e ti, kur e pata intervistuar, e vuan të shumë humbjen e djalit të Astridit. A din çka bën të Gjergji në vitet e 90-ta, ku na vinte 3% që i mërgjimtarve, 30 euro marka në atë kohë kanë qenë, kur si ka marrë vetë. I jepi shokëve që ishin ekonomikisht më adopt. Shumë ka qenë shpirti huj. Kom këtu dhe shumë kolegë të tjerë. Sa gjesti bukur. Kalojmë të fotografia tjetër, po? Nxënësi. Këta nxënës janë viti i fundit i punësime. Kam punu me ta. Emrat nuk mu mi ditë, për arsye se i kam harru, po ka pas nxënës shumë të mirë, që të është Fitora Haxhiu, këtu është Dafina Geci, këtu është... po frigohem se po gaboj, nuk po i thëmë me emra, por kemi qenë si një familje që më ka ndesh dhe i kom ndesh. Çfarë ndjesie ka njeriu kur e shes se kjo është gjenerata e fundit që po përmbyll një kapitull të rëndësishëm të jetës? Është pak nostalgjike. Se fotografia dhe fundviti është një emocion, edhe pse vjen shtatori shumë shpejt, por prap fundviti shkollore ka një emocion. Nostalgji dhe dhimbësori, sidomos kur kom majtë orën e fundit dhe ju kom tregu nxënësve. Po, si ishte ai emocion? Po, ata u befasun, me gjysë që më shishin që unë ka mosh, nuk isha re e kështu veç. Më ndëgjun e ligjërova atë që po ata, atë njësi metodike, e kreva dhe ka qenë shumë e prekshme kur të gjithë brapun, më përqafun, besa dhe qanin. Unë nuk qajta, se desha të rrujë krenarin time, po zemra ime mu bo malë. Kur i shesha, edhe tani kur i shoh se të gjithë kanë përparu, janë në përpuna të mira, po edhe janë shpërnda. Natyrisht, jeta i ka shpërnda njerëzit. Veç unë këte e quj gjenerata artë. Sa bukur. Tutje? Prap, me disa. Që prap e njëta klasë. Që shifen këta, këto? Po këtu, si profesorish e gjuhës angleze, jam me Violetën, edhe me këto vajza që kanë qenë me gjithat mirat. Një këtu nëse zgaboj Donjeta, kjo këtu e para me syze. Po, tash është fizioterapeute. Po. Nëse nuk gaboj. Kjo edhe që s'po më kujtohet për momentin, emri ka qenë vajzë e shumë e sjellshme. Kush i fitore, si dyta? Po. Mos kujtohet emri? Jo. Kjo, me flokë dorë. Jemi taku njëherë ka mundësi Donika, nëse nuk gaboj, me sa po e një, po jo, mund t'jem edhe e gabuar. Jo kërkojnë ndjes të gjithave, se emrat... Se shkolla mjekësis ka vajza shumë, edhe ta japin një farloj dashurie, din me nduru dashuri më shumë. Ato, që më ka ndesh dhe i ka ndesh, sa për shembull, kom pas shpërhi, shka kom folë, kom shkru në tabel. Po. Atëherë kemi pas shkumsa, që kishim pluhur, edhe
nëse unë jam prek me shkums, ose kom Pahiri. njëllë, për bankës o që arsimtare e kafshi. Sa bukur. Do më thonë, ato kanë shprej dashurin njërë të qantë. Po. Tutje fotografia tjetër? Shofim? Prap me kolegë? Që prap, po me kolegë, që aty e kam edhe një kolegë që kemi qenë shumë të afërt në këtë fotografi, është Halil Hajosaj. Po. Me Lulin Ndërzim Bokshin, kanë qenë djemë të Agjës, edhe janë edhe bashkë. Me Halilin kemi punu, ka jemi shku kemi punu bashkë. Edhe ky gjutar, natyrisht. Edhe jemi këshillu, a shkruat kështu, ku përdoret ky tingull, pse përdoret. Tamam keni punu si aktiv profesional. Po sa që është ne dy. Edhe me të tjerët, po ne dy kemi pas, edhe për nga mosha kemi qenë të për afërt. Çdo vepër që ka botu Halili, ma ka dhanë mu mas pari, unë e kom shpërda dhe të nxanca, se atërë të blehinin librat, edhe kemi qenë disa herë në shpiti. S'po di shka me thonë, veç ka qenë... E po shkruajnë si njëri qetë aty sot në shkollë ku jam unë. Si një njëri profesionist, fjalë pak, punë shumë. Ashtu ka qenë, i sjellshëm, i ditur, nuk di shka me thanë, shumë njëri i mirë. Këto të tjerët i përmenda shoqet, prandaj nuk po zgjatëm shumë, mos ta humb pikon. Këtu kam edhe Vera Shujakun që është një shoqe edhe sot që ndiqem shumë, unë për te nuk fola fare. E përshëndes, këshillohemi, rrim, dalim, që aty është edhe Zana që kur më bën nevoja shkoj të mjeku ndonjëherë, më shtin paremem. Doktoresha Zana. Doktoresha Zana. Nuk e di, për mu të gjithë janë të artë. Po. Shumë bukur, ecim tutje, fotografia tjetër? Ky është një moment, kohë lufte, atmosferë lufte, ishim nga kati 2 duke zbritur, dhe s'di se si u të bum të gjithë për një heri, mu afru Gjoka, që tani është drejtor, Krista edhe Gjergji. Për këta 3, unë e solla këtë fotografi. Po thëmë, Gjergjin e kom ndesht shumë si vllai 7 motrave, edhe si koleg shumë i mirë. Te Kristë Ndrecaj, kur filloi lufta, dhe ditën e 3, u kall qashia vjetër të 2-ën, të 3-ën, neve në nxorën të bllokut jashtë, edhe shkoni ka doni, ne jam sym pa ditë ku po shkojmë, na thanë shkoni në përgatune. Dhe mu kujtu Krista, me tërë familjen, pa ditë ku ka shpinë, që ditë që në Muglis ka pas, kemi shku dhe na ka strehu 2 javë të tëra. Në shtëpinë e përshtorit Krist. Po, aty kemi qenë. Mu më respektoj ti dush këtu i e zoja shpise, Vera, po sa ishin martu. Edhe kemi kolegalitet e hala sot nali me foli me kështu. Por ke kujtime edhe nga jo periudhe vështirë? Po du me i përmend edhe punët të luftës, se kemi kalu. Gjoka gjithashtu ka qenë një kolegi mirë, tani është drejtor. Kolegi yti, drejtori imi e kështu me radhë, kalojnë gjeneratat. Qa ashtu veç një sëm, s'pë nga thirë kursh, neve pensionistëve ndonjëherë një fjestë shkollës, ani për hirë të nostalgjisë. Shumë keq. Beson që mu merë malin nga njëherë mi pa ato korritore, salar simtarve, nuk di si atash, veç kemi pas fotografit kolektivit plot, të shkrumë në cilin vit, ka të punu, po nuk o di. Më thotë kur të më sheh hajde na i herë, po më të rjo. Kalojmë tutje të fotografia tjetër, pra, kolegët, natyrisht, folëm për to. Po, këtu që të afër me të kuqe, kam Ylken, Ylka Kushumnia. Po, farmacistja. Farmacistja, që unë e kam vajzë të kunatit të ma. I kemi 4 shtëpi afër shtëpia tona. Ka qenë dhe është shumë e mirë, por afër mi e Violeta, Fërjalli, Vjolca, Lindita, mjaft pas ka sa të plot e plot,
sa herë që shihemi me të gjitha këto, përqafohemi me madh. Gjithsesi, është koleget janë pjesë e jetës. Kalojmë tutje? Ban. Nxënësi. Eta një këtu me nxënës. Edhe Njerë me vajza tash me dje. po, i kam dash Kush janë ma të dëgjushëm, vajzat a dje? Jo, vajzat ofrohen ma shumë. Po, kam pas këtu nxënës qashtë mirë, sa për shembull kur kanë fol gabim ose kanë përsërit vazhdimisht një fjalë, unë i ndalsha. Si gjutar, kisha të drejtë. Po. Nxënës i shkëlqysh ma përsëriti një fjalë disa herë. Dhe beso kom arritja heqate. Sa bukur. Një ditë me vetur ka kalu ka unë, është kë, afër me në krahun e majt, ku që kom harru emrin për momentin se i di, e ndali veturën profesoresh, unë jam a je mirë, a din sa mu po zemra malë. I ki kritikuar, do më thonë që të flasin në standard. Ke bërë përpjekje. Po. Edhe kur kanë shkru... Se nga njerë shkruajnë, por kur flasin, bëhet gabimi. Për shembull, mi përdor fjalën nameta. Unë thështë për shembull, kom su bukur, jam kështu nameta, andej sot derdha këtu, e përsëritje këtë fjalë, nuk e di si shpërhi, unë gjërsa ja kum hek, nuk e kom da. Shumë bukur, ke bërë përpjekje, po. Të shkrimet, kom pas durim atëherë bënim hartime, po. Që në këto hartime, kom pas durim çdo shkron, çdo shenjë piksimi jam nalë, kur ka pas gabim. E në testet tash këto nuk po bëhen, vete po mirët... Edhe tash kemi kultur shkrimi, edhe unë ja u marrë dhe ja u vonoj derisa t'ja u dorëzoj për shkak se i kontrolloj nga dalë se cilën prej tyre. Kalojmë tutje? Prap me shoqen time Ferialli. Edhe shoqe imja është e jashtëzakonshme kjo. Humori i saj ta bën ditën. Rrafshe ka krejt, nuk e ngushton vetë. Shumë e mirë në tavolinë. Kalojmë tutje, fotografia tjetër? Kjo është një nxënëse imja, Rezarte Luhani, tani mjeke. Po. E martuar me Baton Leshin, kolegën tim. Që dhe batoni, se unë nga njëherë po kom pëngesa jo në aritmi zemre, jo diçka, në trepartë shkoj, nuk më harrojnë, më përshëndesin, nuk më lanë me pritë kur shkoj në rrë. Është një lloj kënaqësie kur e she nxënësin tash në uniforme dhe ta bën trajtimin, jo pse ata i bëjnë me të gjithë, por ti ndihesh më mirë. E këtu jam në tavolin duke e shkruar orën e mësimit. Po. Dhe Arta ka qenë shumë e thjellte, gjestshme. Unë lapsin dorë, ajo vjen ta bëjmë një pozë dhe unë me këto e ruj shumë. E runë, po. Po kështu e kom një pozë edhe me... Duket kështu gazmore, duket e hapur. Arjeta Hajdaragen, ajo ka ardhë të më jep lule. Shumë mirë. Po nuk e nxorra nga telefoni, por kujtimet i mbaj. Pa tjetër. Tutje, kemi fotografi tjetër, shofim? Sa kujtimet bukra, profesoresh. E unë këto i ruj në dhomën time të fjetjes si kënaqësia më e madhe profesionit tim. E para, ajo mirënjohje. Po. Më është propozu pak para se të përfundon të lufta. Hazërjet ishin, kolegun që tani është i vdekur, dhe mu nga propozuan kolektivi si këtu thuhet mësues i dalluar, unë mësues nuk kam qenë, po termini përgjithshëm. Sulejman Sulejmani atëherë ka qenë i arsimit. Si ka përfundu lufta, më është dhanë kjo mirënjohje dhe unë nga kënaqësia që po ndihet mundi që kam bërë, e kam fut në kornis dhe ruj me kënaqësi. Edhe çmimet edhe mirënjohjet kanë rëndësi, po. E kjo tjetra, me pëlqen kjo thënie ku shkruan. Mirënjohje për zonin Mandushe Kurshumlia, për kontributin e jashtëzakonshëm, edhe kështu më ka thonë gjithmonë, shumë vjeçar në arsimimin shqip. Beso, unë kom pas guximin
se ky ishte më i ri, edhe ndonjëherë kur kritikon të nxënësat në orë të mësimit ta diçka, e dëgjoja dhe kur dilte, i thoja kam bërë. S'ka me bërtit, veç me të mirë. Dhe ditën e pensionimit, ma shfaqe atë dhe tha, do të më mungoj ma ndushi si kolege, po dhe këshillat e saj. A sa bukur, Kjo e fundit ishte shumë e madhe. Po ja afrohemi fundit, profesoresh, shohim Kam nëse edhe kemi... diçka për vitet e luftës, të lam pak vend. Po, jemi në fund nëse nuk gaboj, kjo është E që këtu doli një fotografi, unë me Muharremin, me nipin dhe mbesën time, se nuk e dje ju thash, unë kam 6 nipër e një mbesë, dhe nipërit 4 të parët, i pari arti më është bërë mjek, është u kry, edhe ka diplomu postazhin për interno, i dyti shkambi, edhe ai kibernetik diçka, edhe inxhinier i dyti i Blerinës është, mandej Donati që është shumë i zoti, shumë i mirë, e këta të latit që i kam në shtëpi, më kënaqen për telefon, çka nuk di vinë mësoj. Shumë mirë, shumë e bukur. Kalojmë tutje? Po kam qef pak për vitet e luftës. Do ta ndajmë, ja, jemi në fund, do ta ndajmë edhe këtë pjesë, sepse edhe vitet e luftës, ndoshta për 1-2 minuta mundesh me na rrumbullaksu, si ka qenë mësimi në këtë periudhë. Po, a muj me forcë? Po, patjetër. Ka qenë makabër. Unë kom pas edhe në qëzimin e mos mujtet me nëzirë gjaja. Jo, nuk ishi mundësi sepse ishte në atë vetëm formën që ishte e pamundur. Njëherë kom përjetu helmimet e nxënësve, që për ne kanë qenë tragjedia ma madhe. Patjetër. Po shkoj pak më shpejt. Më pastaj, kur na mbyllën shkollat dhe ne protestonin, krejt ishin polisit Karshinesh hazër me gjujt, e ne qashtërima kemi qenë sa bërë honorit një liri demokraci ose Kosova Republikë. Dhe kur dyrëve të shkollëve nuk u ndryrat, mësimin e parë kemi majtë shkolla jonë në xhami. Dhe po t'ju përshkruj ata ambient si kemi punu, është diçka shumë e çuditshme. Xhamia na liroi ato shakishte. Po ne kemi pas nga 47 nxënës në klasë, 3-4 klasë bashkë, deri 140 nxënës e kom majtë mësimin. Dhe ku ta mbajnë në mësimin, në mejtepin e xhamis, në shilte, në tokë, nxënës që shkrunin në për shpinat njëri tjetrit, në këmbë, qetësia në maksimum. Asnjë nxënës nuk mungonte. Duli ishte drejtor, s'kish ku me nej, vetëm një karrika që në aty. Unë ligjëra isha vazhdimisht drejtorin e kum pas aty. Tavanat e poshtë, veç me një kohë të caktuar, një mu njërë, një mu tjetëri punonim, kur e mbaron, isha unë punën time, gjithmonë u smusha nga bajamet, se ishte ndotër era e krejt. Kjo njëherë është një përshkrim shumë i dhimbshëm kur ta kujtoj. Periudhë dhimbshme. Me pastaj dulim në shkollën Mazlum Puska, pasi mbaronin filloret, ne ka ora 4 po nduket e fillonin mësimin, por ersohej shumë shpejt. Dhe na ndalnin rrymën. Edhe aty kemi pas ka 3 klasë bashk. Së bashku aty numëronin mbi 100 nxënës. Libra s'kemi pas, diktonin, merrnin shënime, tabela po. Unë kam majtë qirën e qantë dhe orën e kam bajt me qiri. Më ka ndodhur një herë që një klasë mbarova, në tjetrën u shpenzu, hyra jo thasha, më ndëgjoni të flasë në rësirë, para 100 vetëve, unë kam spjegu, ata me kanë ndëgju dhe kur erdhi Luli si drejtor me këqyra e nxënësat, u befasu si veç zëri im dëgjohi dhe tha, vazhdoni ju lutem që nga një orë romantike. Ky rast nuk më harrohet kur. Ditën kur është përcjell, është bërë varrimi i Yll Morines, nxënësat na kanë plotruar për dritare.
ne frigonin se po i vranin. Edhe e ka qenë ditë shumë e vështirë. Një moment tjetër i paharruar për mu ka qenë fillimi i vitit shkollor. Në mjekësi kemi pas të interesuar edhe për qyteteve tjera vinin që të shkollohenin këne. Dhe isha me 2 kolegë të tjerë duke i regjistru nxënësat. Diplomat vinin, po ato ishin mshetësi se kush i nënshkruante, po ta zinin që ishte ai drejtor Menier Burgosi ose Vritej. Dhe duke i regjistru nxënësit, na rrethojnë policia. Ka qenë një moment shumë i vështirë. Dhe çfarë të bëjmë? Unë në çantën e dorës mbaja një çantë tjetër që palosej, i kam mbledhur krejt ato dëftesa dhe dokumenta që t'i shpëtoj shokët që i kanë lëshu ose shoqet, dhe shikoj nga dritarja. Dritarja ishte 3 metra lartë. Prindrit që ishin aty u shpërndan dhe dolen. Nemecin e tyre ishte Aziz Brovina, baba i Lulzim Brovines, që kom punu me te në shkollën Zekira Regja, dhe më thot, mi jep mu dokumentet, unë nga dritare ja jap, edhe vetë, që është rëmëneshu bëra, sa kërceva, 3 metra lartë, ko mujtë me thy kam, lene që kërceva, po tash ktheja kërë kokën prapa sa polis po mdjekin, po dokumentet i pa ta siguru. Lulin e kishin pas të rëhu të motrat të nderit spitali, vjen ai pas dreke në shtëpinë time, ja jep dokumentacionin, i tregoj çfarë bëra dhe i kom shpëtu krejt çka kanë qenë edhe kolegë, edhe nxënës, edhe mësimdhënës të shkollave që kanë shu dokumentet. Kjo ka qenë shumë për këto kujtime kaq të bukura dhe kaq sfiduese. Profesoresh, unë të falenderoj shumë për kohën edhe për mënyrën se si zgjodhet andashme në historinë tuaj personale dhe profesionale, gjithmonë duke ju uruar shëndet edhe mbarësi tutje. Unë ju kam premtuar se në fund ju do ta mbyllni këtë diskutim edhe me një shkrim të cilin e keni bërë mësues shembullor, që ta kuptojnë edhe të tjerët se si duhet të jetë një mësues shembullor. Ta marrim si një mësim nga ana juaj për përvojën shumë vjeçare. Ai ka qenë qëllimi im. A do ta lexoni? Patjetër. A do ta lexoni ju apo unë? Si doni? Jo, lexoj. Të arsimosh dhe edukosh gjeneratat e reja është një mision shumë human, etik dhe patriotik. Arsimimi i një populli do të thotë të hedhësh dritë në errësirën e pafund, pa dituri e naivitet. Një popull i pashkolluar sundohet më lehtë dhe mund të humbi identitetin kombëtar dhe origjinën e vet. Mësuesit janë ata që mbi supet e tyre për herë kanë bartur këtë barë të rënd kombëtare. Kjo gjë ke ne është vërejtur gjatë rilindjes kombëtare shqiptare, kur jo me armë, por me pend, me hapjen e shkollave, shoqërive kulturore-letrare dhe shtypit e mposhtëm një armik shumë të fortë. Edhe gjatë luftës së fundit, arsimi ishte e vetmja hallk jetë që nuk u mposht. Punuam pa të holla, pa kushte pune, duke rrezikuar edhe jetën. Në këtë mes isha edhe unë, thoni ju. Në ditët e sotit në liri, për mua një mësues është shembullor nëse arrin të plotësoj këto kritere pune. Të jetë komunikativ me nxënës, të flasë dhe të shkruaj gjuhën pa gabime, sepse fëmia është imitator. Të përdor metoda të reja punë nëpërmes të cilave nxënësin e aftëson të bëhet hulumtues, i pavarur, autokritik, parashikues për të ardhmen. Mësuesi mirë duhet t'i zgjojë fëmijës dashuri për punë pa imponim, të aftësoj fëmijët që t'i pyesin shumë, të mos kënaqen vetëm me tekst që e kanë të obliguar, por të kërkojnë dituri edhe më të gjera në bibliotekë, internet, laboratore, ku zgjerohen diturit më shumë. Mësuesi i mirë ushtron kolegialitet të fëmijët nëpërmes mësimit në grupe, kurse ai kontrollon vazhdimisht duke përdorur teknika të ndryshme pune. Mësimin e bën më atraktiv nëpërmes vizatimeve, tabelave, eseve, krijimeve të tjera që i mësojnë nxënësit i bëjnë vetë. Një mësues është i suksesshëm kur ora e tij pritet me padurim nga nxënësit. E ndodh shpesh që nxënësit në fund të orës të shprehin mirënjohjen e tyre ndaj mësuesit. Ka edhe nxënës problematik, thoni ju. Mësuesi është ai që këta fëmijë do t'i edukojë me ndëshkime. Nuk ka fëmijë të mirë të këqij. Varet nga mësuesi si i formon ata.
Mësuesit nuk duhet të punojnë vetëm nxënës të dalluar, por duhet të gjetur mesin e artë që të mirët mos të stagnojnë e të dobët të përparojnë. Mësuesi shembullor, kur merr ditarin dhe fillon orën, duhet t'i harrojë të gjitha brengat personale nëse ka, të harrojë anën materiale dhe kohën e humbur. Mësuesi shembullor duhet të bashkëpunojë edhe me prindërit dhe t'i zbulojë të metat fizike, psiqike e sociale nëse kanë fëmijët. Ato zbulimet t'i mbajnë me vete dhe mos t'i publikojë para të tjerëve, sepse fëmia thehet moralisht. Mësuesi duhet të ketë veshje elegante, të mos të ketë meta fizike ose në të folur me pengesa. Gjatë ligjërimit nuk duhet bërë gjeste të panevojshme ose të flasë me gjymtyr dhe mimik. Faleminderit profesoresh për këtë shkrim. E zgjatëm paksa, por le të na shërbej si këshill nga ana juaj, edhe mua këtu në studio, por edhe gjithë të tjerëve që guxojnë të marrin ditarin në duar dhe të ushtrojnë profesionin e mësimdhënësi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju. Erdha për ju dhe për vete, më lumturuat shumë, sepse kujtova pjesë të jetësime, por në të njëjtën kohë me vlerësuat shumë, dhe edhe njëherë kuptova se isha dhe jam dikush. Faleminderit shumë. E ne ndami këtu të dashur miq, duke ju falendëruar për vëmendje, takohemi edhe të martën e radhës. Mos të harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, aty ku të ndiqni secilin personalitet dhe figurë i cili ka qenë i ftuar në këtë emision. Mirëmbëjtje.